Pra kemi në linë direkte trenerin Isak Curri nga Kairo Egypti. Trener, përshëndetje. Përshëndetje, nderuar, përshëndetje për dëgjuesit e radios tuaj. Trener, si mundesh mi ndo emocionet së bashku me ne pas medaljes së argjend të Islam Selmanit? Po, emocionet akoma jem në ndikimin e tyne, për arsye se sot e kishëm edhe finale, nuk arritëm ta fitonëm dhe do në kohë sot t'i dim dhe t'i vlerësojmë edhe emocionet edhe atë kënaqësinë, po megjithatë është një emocion i jashtëzakonshëm dhe është një sukses i cili të bën të dalësh nga vetvetja, për arsye se ne jemi një shtet i vogël dhe kemi një karatet të zhvilluar deri në nivel, po ju me një sportist të ri 19 vjeçar ti mundesh dhe ti fitosh shtetet tjera me provojë dhe sportistët e tyre në përfundim të karrierës. Dhe kjo e bën më madhështore dhe të kalosh nga vetvetja, nga emocionet e cili emocion të qetë dhe të bën shumë krenar për atë që arrin në fund. Çka e bën të veçantë këtë fitore për ty? Duke ditë që me Devada nuk është se ke fitore. Nuk është duke ditë që nuk i na filloi me dorë. Po, më falë trener. është medalja e parë në senior e argjend, ose ta më shkurt është finalja e parë që arritën në Europian ose në botëror të karates, se ne akoma nuk kemi finale të seniort në as në Europian, dhe ne arritëm ta marrëm ta kapim finalen në këtë botëror të seniorëve, në një konkurrencë ku 32 sportistët janë më të mirë të botës dhe dihet që ky kampionat ka qenë me kvalifikime dhe kjo të bën të jesh i veçantë për kundër edhe të tjetra se është historike për shtetin ton dhe sportin që një medalje e argjend që në sot e mora e kuptova që ka vitin 1978 Kosova dhe Shqipëria s'ka pas medalje të argjend të djemt. Ma dje, thuj se veç një medalje ka po stil, që nga koha e me Bugojevcit. Po, ashtu, sot e kuptova dhe kjo të bon mundi edhe ma mirë dhe e kuptosh se puna dhe angazhimi ja ka vlezë që kemi berë. Trener, paka shumë përshkojmë pak të pjesa finales. E dim që është përballur me një garus i cili është në kampion olimpik i Tokios 2020, është thuaj se ka medalje të shumta. E kam poshtur në grupe, por çka ndodhi në ndeshjen finale? Çka nuk arriti që Islami të jetë më i disiplinuar se nga gara e grupeve me garusin turk? Jo, ishte fati keq për Islamin që prom dhe që pekush e kemi orë të ka pas dhimbje të dhëmbit dhe është dikuar nga kokra, u dash me pi kokra dhe ka vazhdu edhe me dhimbje të dhëmbit, prom nuk ka mujt me fjet as një gjysore s'ka mujt, për kundër se ka pi kokras pe dhimbjes dhe kalon pa gjumës, ashtu edhe nuk ka mujt as me ngjesën ta hanë dhe ka qenë tërësisht pa energji, i lodhur dhe kjo ka qenë besoj aja se dhe në arenë u vres që Islami nuk e kesh atë energjin cilën është dashur ta ketë kundër një kundërshtari që ishte turku. Ne në grupe kemi mujtur benshëm dhe kemi pas besim që e mujmë dhe ashtu ja dolëm. Po sot nuk ishte Islami, nuk e kishte energji, nuk e kishte atë rahatin që është dosht ta ketë një 16 orë para duelit. Wow. Trener, në gjërat më të mirat që duhet i ketë një ekip përfaqësues i Kosovës, çka është dashur të ketë Islami tani për tani para gare, sepse duke ditë që është një sportist elitar, ka arritur të jetë në majrat e nivelit më të lartë, edhe për shkak që thuaj se bie shëndetësore, sepse aja ndikon edhe në anën psiqike të një garusi shumë edhe pashtu në lodhin e tij, a është dashur të jetë
pak thë një mjek pranë Islamit. Po, thamë vërtetën, kjo e dhomit, po të ishte në nuk do të kishëm një profesionist të dhomit, se nuk jem kushtet. Po, kjo është në zgjo që e ka nëzorë Islami, se dhimbja dhomit i ka filluar që një javë, dhe mos përvoja ti me dhimbje të dhomve, e ka bote ta merë punën në zgjo. Unë tek para 2 dite kom kuptu që ka orë me dhimbje. Dhe ndoshta këtu është të ketë komunikim të Islamit me mua dhe unë si trener me provojt mos të vjen me dhimbje. Këtu nuk besoj që do të kishte pasur dikush tjetër faj për pas sportistët dhe mos komunikimit ti për dhimbjen që ka pas. Po me gjithat, ndoshta edhe mos me konë dhimbja, besoj se Garusi Turk ka qenë plot provoj dhe plot vetë besim që do të na mund që u vrej edhe në nxemje, po një gabime është i june dhe duhet ta pranojmë këtë gabim sa do i vëcër që është, po kjo ka ndiku që Islami të jetë pa gjumë dhe pa gjumësia ka ndiku me një nivel çfarë kishëm Turkun. Trener, shtinqare historike, në çkan përkthehet kjo për ty si trener, duke ditë që përveç të mirave financiare që pritni të përfitoni si ju si trener, po ashtu edhe Islami si Garus, çka tjetër sjell përfitime tek treneri Saksurri? Po, kjo sjell një përvojë të madhe që tani e ka marrë dhe motivi im është gjithmonë karriera ime të jetë sa më e suksesshme dhe besoj që kjo në karrierën time do të jetë një forcë shtesë ose një shtyllë shtesë që unë të rri në këtë nivel si trener dhe sportistat e mi të janë çdo herë më shumë të ngritur në nivel profesional dhe besoj që ana materiale është shumë e rëndësishme për neve si sport dhe trenerë sportista. Po unë gjithmonë punoj për suksese dhe gjithmonë ja tham dhe haptos jam karrierist në këtë drejtim, e vetmja që dua të arrij ato ambicjet e mia që ati kam si trener. Edhe sot e arrita një pjesë, e arrita një medalje, tani me kam mbetur vetë medaljet olimpike nëse karateja pranohet në 2032 dhe atëherë do të është qëllimi i dytë. Kjo medalje për mua është shumë e rëndësishme edhe për klubin, edhe për Islamin është shumë e rëndësishme se Islami është në moshën e pjekurisë si senior dhe tani e pret një përgjithësi më e madhe dhe talenti i tij duhet të shfrytëzohet dhe duhet të shtyhet edhe nga unë si trener, edhe nga klubi, po edhe nga federata dhe gjitha institucionet e Kosovës që ky talent mos na hup dhe të ngritet dhe të forcohet dhe të vitisohet që prezantimi i shtetit dhe suksesi që sjell shtetit i bën der kombit, i bën der shtetit dhe gjithë. Trener, e di që urime ke marrë të shumta deri tash. Por kush ka qenë një nga urimet ose mesazhet që nuk është se e ke pritur, por që është në qoftë i njohur publikisht në publikun ton të gjerë? Po është kryetari i federatës zakonisht se me thjerë dhe me jep emocion në stilin e tij që si e uron. Gjithashtu ka uruar që nuk e kam prit edhe nga Alveri Drizë dhe nga Ismet Krasniqi Kokot. Pra, por edhe nga Alveri Drizaj ka pasur urime. Po. Që por nga në thërës që kem bashkëpunim të mirë dhe ai ka qenë që me ka thirrë dhe me ka uruar. Por nga institucionet qeveritare apo janë të merr me parti këta? Jo, veç e kam po në Facebook që kanë uruar edhe ministrë dhe zëvendës ministra, edhe drejtoresha, falë që pas në arru drejtoreshën Afedita Fazdiu, e cila me ka uruar dhe me ka përshëndet, se për pak e harrova. Është vetëm Afedita Fazdiu e cila me ka uruar drejt për drejt. Trener, kur përmenda pjesën për përfitimet e tjera se çfarë mund të përfitoj treneri Isak Thurri, a ka pasur tash me pas kësaj medalje? Të arritur edhe pse është thuaj se vetëm orët kanë kaluar, a ka pasur
Të interesuar që të jem pjesë e klubit ku ti edhe i stërvit? Po, interesimi është i madh, po ne kemi rregull se garues të huaj nuk i marrë të tjera klube. Po ne jam një trajner që shpërndaj garues në për klube tjera, kurse unë nuk pranoj të tjerëve në klubet e mia. Unë Islami vetëm ka qenë 2022 në kampion Evropë në Junior. Nga ato kishte një problem ku ju pa mësu pjesëmarrja në kampionatin botror dhe pas ato kishte medale të rëndësishme në Youth League dhe në kampionat ballkanik. Por ne jemi klub që të cilë formojmë vetë dhe kemi atë respektin mbrana klubit që nuk pranojmë garues tjerë nga klubet tjera. Kundërshta si bashkëpunojmë me të gjitha klubet, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe nga Malizi. Edhe po, trajner, ke pasur urimet shumëta nga garues të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në botrorin e karates, qoftë nga ata të cilat i kanë pushtur Islami? Po, kemi pasur urime nga të gjithë, edhe nga Japoni që ka ardhur me humor dhe tregonte luftën se dhe ne kishte përjetuar dhe na u falendëru që ju dha mundësia të lufton për medalën e bronzë, po që nga gjithë për arsye se kemi një bashkëpunim të mirë dhe gëzoj një respekt nga gjithë trajnerët, nga gjithë sportistët edhe në arena europiane dhe botrore. I sigurt ka qenë... Pasi që jam se një kohë të gjatë në këto arena. I sigurt ka qenë që Hashimoto ka thënë që e fiton padyshim ngaren ndaj Islamit, duke ditë që është garues numër 1 në botë në kategorinë 60 kg, duke ditë që ka qenë edhe vetë kampion aktuali derisa erdhe garuesi turk për ta fituar këtë medalje të artë. Ai sigurisht na ka neglizhuar pak formën tonë dhe nivelin tonë, po megjithatë ky sport dhe kur gabohet edhe ato është edhe dënimi. Sport nuk falet as gjau. A ju ka hyrë frika kundërshtarëve të tjerë, trajner? Po, sigurisht. Frikën vetëm e kam pasur në kampionatin evropian e kemi mujtur Grekun. Në atë kohë ka qenë edhe ai më i miri në ranglistën botrore. Kampion bote, kampion e Evropës disa herë. Dhe kemi mujt nga kampionati evropian, Islami është i njohur për nivelin e tij. Trajner, Japoni nuk është në Evropë dhe ndoshta i ka ik kjo luftë. Por ai ka ik këto informacione që nuk ka arritur të marrë në lidhje me garuesin. Sigurisht nuk e ka përcjell kampionatin evropian dhe nuk është informuar se kush e ka mujt sportistin më të mirë në botë, Grekun. Trajner, kur pritni që të udhtoni për Kosovë dhe të jeni të pranishëm në Kosovë? Ne presim që nesër nga ora 4:30 të jemi në Kosovë dhe menër kemi një Youth League në Itali dhe dët menër në mbrëmje të nisëm për Itali, për Venecia. Me njerë mbrëmje, do më thonë, s'ka pushim dhe ligën. S'ka pushim fare? Jo, nuk ka pushim. Nuk ka se pushimet nuk janë të mira. Trener, shumë faleminderit që arrite edhe gjete kohën të jesh pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Unë të uroj ty më të mira, të uroj të shtofshin sportistë sa më shumë, të uroj të shtofshin medaljet e tilla, qoftë botror, e shpresojmë që edhe sporti karates të pranohet në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar për lojrat olimpike. Edhe po ashtu dhe në lojrat olimpike të kemi garues ton pra nga karateja si Islami, por edhe ata të tjerët. Po, sigurisht. Faleminderit për intervistën tuaj. Uroj të gjithë juve suksesin ton, suksesin e përbashkët dhe gjithë dëgjuesve të radio emisionit Pasdita Sportive. Urojmë që të kemi gjithmonë dhe të vazhdojmë tutje ta bëjmë shtetin tonë dhe popullin tonë krenar me sukseset tona. Ishte kënaqësi.